Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje miq dhe mirë se vini në një tjetër episod të Top Tech me mua Mateo Kadriun. Sot kemi disa tema shumë interesante, ndaj le të mos u mbasim fare kohë dhe të nisim direkt me të parën. DJI sapo hodhi në treg Mavic 4 Pro dhe ky nuk është më thjesht një dron, është një UFO, që nga dizajni duket. Kjo çmenduri fluturuese ka një kamerë 100 megapiksel Hasselblad, që do të thotë nëse përdor për një selfie, do të duken të gjitha detajet e fytyrës. Dhe jo vetëm kaq, një kamerë shumë e madhe që rrotullohet 360 gradë për të krijuar xhirime unike. 51 minuta fluturim. Ky dron rri në ajër më shumë kohë se kolegu yt në një pushim cigareje. Dhe ecën 90 km/h. Në këtë pikë s'kemë nevojë për makinë. Ngjitu me dron dhe lëviz nëpër Tiranë. Po çmimi, nga $2000 e sipër, pra nuk është i lirë, por ama është më i besueshëm se kursi i euros dhe është më stabil se lidhja jote 5G. E vetmja gjë që nuk bën, të lërë të qetë, se do duhesh ta marrësh kudo me vete. Ky është Mavic 4 Proja, droni që po të kishte edhe pak inteligjencë artificiale, do të zëvendësonte dhe në punë. Samsung sapo nxori telefonin që do t'ju bëjë të ndjeheni sikur po mbani një letër alumini me Snapdragon brenda. Galaxy S25 Edge. Vetëm 5.8 mm i holl dhe 163 gram. Por i mbushur me të njëjtat specifika si të gjithë vëllezërit më të mëdhenj të serisë S25. Prap, ka kamerën 200 megapiksel si S25 Ultra, ka ekranin 6.7 inch si S25 Plus. Dhe ka Snapdragon 8 Elite, që është si të thuash, po fluturojmë. Dhe me 12 GB RAM dhe 256 ose 512 GB hapësirë, ky është i holli që nuk është i dobët. Dizajni ultra i holl, i ndërtuar me kornizë titaniumi dhe Gorilla Glass Ceramic dysh, që në përkthim do të thotë bëj çfarë të duash, po nuk e thyen dot. Rezistent ndaj ujit është. Kamera të 3 fishta nuk i ka fatkeqësisht. Bateria, është 3900 mAh dhe pak më e vogël, po Samsung thotë që zgjat gjithë ditën, po ne themi në cilën ditë saktësisht. Dalin me 30 maj dhe vinë në Silver, Jet Black dhe Icy Blue. Çmimi $1100. Jo i lirë, po jo aq i shtrenjtë sa për Ultran. Whoop 5.0 sapo u prezantua dhe po përpiqet fort të mos jetë më për super atletët që flen me puls të monitoruar dhe zgjohen me grafik në ball. E vogël, 7% më e vogël. Bateria 2 javë, plus një karikues wireless me 30 ditë rezervë, si të kesh një Tesla në kyçin e dorës. Procesori 60% më i shpejt, kap të dhëna 26 herë në sekond dhe është më i vëmendshëm se ti në klasë. Po lej hardware-in, software-i është komplet ndryshe. Tani të jep një Whoop Age, që s'është mosha jote në letër, por si po vjetrohesh realisht. Ka EKG, matje të presionit të gjakut dhe madje po vjen dhe me një Whoop Advanced Labs, ku bën analizat e gjakut dhe i shen në aplikacion. Pra tani është ripi biologjik me abonim. Paketat nga $200 në vit për fillestare deri në $359 për ata që duan gjithçka. Plus versionin medical grade. Nëse ke menduar ndonjëherë, po siguruara ime e fitnessit të ishte dhe mjek, psikolog dhe coach me AI, Whoop 5 është përgjigja. Google më në fund e ka bërë. Inteligjenca artificiale e tyre Gemini tani gjendet direkt në makinën tënde me Android Auto. Po jo si pasagjer që hap atatina dhe s'të ndihmon me rrugën. Jo. Ky AI është navigatori yt personal, sekretarja jote, psikologu dhe ndonjëherë edhe një pickim ndërgjegjeje. Tani në vend që thuash hey Google, më vendos pak muzikë, do thuash Gemini, a është ky vend parkim legal? Dhe ai të kthen. Sipas nenit 12 të kodit rrugor bla bla bla. Ai të lexon mesazhet, ti përmbledh në pika, të thot kujdes, rruga përpara ka trafik dhe ka dram familjare në grupin e lagjes. Mund t'i thuash Gemini, më bëj një email ku të dukem serioz, por jo i mërzitshëm. Dhe ai e shkruan më mirë se ti. Në fund, s'është më thjesht Android Auto. Është makinë me trurin e Google dhe dramën e jetës tënde. Apple Music ka vendosur një gjë të re që quhet Sound Therapy dhe jo, nuk është një album i ri nga Coldplay. Është një playlist gjigant me tinguj për fokus, relax dhe gjumë. Ose siç e thot trupi yt, më në fund pak respekt. Nuk ka më nevojë të kërkosh në YouTube Relax Music 10 hours no ads. Tani Apple të ka ndriçuar rrugën me valë zanore që të qetësojnë trurin, nxjerrin stresin dhe ndonjëherë të lënë aq konfuz sa nuk e di nëse i duke medituar apo duke fjetur mbi tastier. Tingujt janë darë sipas qëllimit. Fokus kur do të punosh. Relax kur do një soundtrack që thot shh. Dhe sleep.
Apple Music tani nuk është më vetëm për Drake, është edhe për ata që duan të bëhen njerëz funksional pa shkuar në Himalaj. Nëse Spotify të bën të kërcesh, Apple tani të bën të mendosh, qetësohesh dhe të rregullosh jetën, në teori. Slade sapo i ra tavolinës me grusht, mbi 100.000 rezervime në vetëm 2 javë. Dhe jo, nuk janë as makina që fluturojnë ende, por njerëzit po rinë në radhë sikur po shpërndahet një iPhone falas. Pse gjithë kjo rëmuj? Se makina atyre e parë është një ëndër elektrike me këmish sportive. Minimalistike por me stil, dizajni i pastër, i thjesht dhe i qetë. 100% elektrik, që do të thot, as karburant, as zhurmë, as pendes për planetin. Vetëm ti dhe rruga. Dhe energjia pastër vjen nga rjeti, ose nga dielli, nëse ke fatin të kesh panele diellore. Plot me teknologji, ka një buton për qetësuar vjerën nëse ndilen mbrapa. Nuk është konfirmuar për ndoshta. Rezervimi i rimbursueshëm. Po, edhe nëse ngatrohesh dhe e bën gabimisht, parat t'i kthejnë. Pra Slade nuk po shet vetëm makina, po shet një lifestyle që thot: "Ej Tesla, të erdhi fundi." Dru me i fortë se Çeliku, jo nuk është një sken nga Marvel, është realitet nga një kompani që quhet Inventwood, e cila sapo ka shpallur se është gati për prodhim masiv të këtij super druri. Po pra, ky dru është më i fortë se Çeliku vet. Quhet Metalwood dhe është përpunuar me një proces ultra sekret. Okej, jo dhe aq sekret, por me kimikate e presion, që bën drurin aq të dendur sa mund të përballojë forcat që Çeliku nuk mundet. Avantazhet: super i fortë, shumë herë më i lehtë se Çeliku, 100% ekologjik sepse rritet në pemë jo në minjer, duket bukur si dru, jo si pjesë motori nga Marsi. Përdorimi: nga ndërtesa që nuk ka nevojë për skelet metalik, te makina më të lehta e deri te mburaja jote e personalizuar për një zombie apocalypse. Kur të vi koha. Inventwood nuk po shpik thjesht material ndërtimi, por i shkruan gjithë manualin e inxhinierisë. Dhe për herë të parë në jetë mund të thuash me krenari, po ndërtoj me dru, që është më i fortë se Çeliku. A dëgjuat, Apple do të rrisë çmimin e iPhone-ve të rinj, sepse e di si është puna, sa më i hollë jetë telefoni, aq më e lartë fatura. Sipas raporteve, modelet e reja, ndoshta iPhone 17 Pro Max Ultra HyperX Infinity, nuk e di mend emrin, do të kushtoj më shumë. Arsyeja zyrtare: teknologji e re, përmirësime në kamera, AI më inteligjent dhe sigurisht dëshira e Apple për të parë sa larg mund të shtyjë kufirin e çmimit pa të humbur ty si klient. Për kthimin në gjuhë popullore, ne e dim që s'keni ku shkoni tjetër, kështu që paguani. Po ti e din si shkon kjo punë. Do habitesh, do qash pak nga brenda, pastaj do shkosh dhe do e blesh gjithsesi. Sepse është për punë apo më duhet për kamerën, ose klasikja nuk e mbaj dot të vjetrin më. Morali i historisë: çmimi rritet, ti përsëri blen. 1-0 për Apple-in. Dhe kështu cikli vazhdon. Ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe shpresoj të keni mësuar diçka të re. Mirupafshim nga unë Mateo Kadriu.